Eliona mezi po merrte frym ndërsa rrëfente atë që kishte mbajtur brenda vetes për një kohë të gjallë. Zëri i saj dridhej, fjalët i dilnin me vështirësi, sikur çdo kujtim t'i shtrëngonte gjoksin edhe më fort. Në sytë e saj shihej paniku, një frikë e vërtet që nuk vinte nga loja, por nga një përjetim i rënd që ende e ndiqte. Ajo tregoi se Ludo i kishte thënë fjalë që nuk harrohen lehtë. Fjalë që nuk janë thjesht kërcënim, por që lënë gjurmë të thella në shpirt. Po ta nguli thikën. Edhe po të rrahi. I rrëfente ajo me zë të ulët, duke u ndalur shpesh për të marrë frym. Në ato çaste, Eliona nuk ishte më një banore e Big Brotherit. Ishte një vajzë e thyer, e tronditur, që po përpiqej të përballonte një kujtim të errët para kamerave dhe publikut. Atmosfera në shtëpi u rëndua menjëherë. Heshtja ra si një perde e trash mbi të gjithë. Askush nuk fliste. Askush nuk lëvizte. Fjalët e Elionës kishin ngrirë gjithçka. Ajo vazhdonte të tregonte, por çdo fjalë dukej si një barë që mezi e mbante. Frymëmarrja i bëhej gjithnjë më e shpejtë, duart i dridheshin, syt i mbusheshin me lodh. Benita ishte ndër më të shokuarat. Ajo e dëgjonte me syt hapur, e tronditur, pa mundur të besonte atë që po dëgjonte. Fytyra e saj tregonte qartë se kjo deklaratë e kishte goditur fort. Nuk ishte më debat loje. Nuk ishte më strategji apo thashe themet, ishte diçka serioze, e rëndë, njerëzore. Big Brother Kosova u kthye në atë moment në një pasqyrë të fortë të realitetit, ku jo çdo histori është lojë dhe jo çdo konflikt është spektakël. Rrëfimi i Elionës tregoi se pas buzëqeshjeve, debateve dhe nominimeve, fshihen edhe plagë që nuk shërohen lehtë. Dhe kur ato plagë dalin në dritë, shtëpia ndalon së qeni thjesht një skenë televizive. Ky moment la gjurmë tek të gjithë. Tek banorët, tek publiku, tek ata që e pan Elionën jo si lojtare, por si një njeri që po luftonte me frikën e saj. Dhe shoku i Benitës ishte dëshmia më e qartë se disa fjalë janë aq të rënda. Sa e kalojnë çdo kufi loje. Pse doli Edi? Kjo është pyetja që shumë kush po ja bën vetes pas largimit të tij nga shtëpia e Big Brother Kosova. Një djalë fantastik, me kulturë, me qëndrim dhe me dinjitet që për shumë shikues përfaqësonte një lojë ndryshe, jo të ulët, jo provokuese, por të bazuar në mendim, karakter dhe respekt. Edi nuk ishte perfekt, por ishte i vërtet. Dhe ndoshta pikërisht kjo e bëri të pambrojtur në një lojë ku shpesh fiton ai që provokon më shumë, jo ai që mban nivel. Edi u krahasua shpesh si një luan, i fortë në qëndrim dhe i drejtë në fjalë, por një luan që ra prej një provokimi të vazhdueshëm, të vogël në dukje, por të rrezikshëm në efekt. Një mjush i vogël që nuk e mundi me forcë apo argument, por me gërhyrje të vazhdueshme përmes fjalëve ofenduese, nënçmuese dhe provokimeve të ulta. Fjalë që nuk godasin trupin, por lodhin mendjen dhe shpirti, derisa njeriu del jashtë vetes. Edi u shty drejt kufirit. Jo sepse ishte i dobët, por sepse ishte njeri. U provokua, u ngacmua, u nënvlerësua derisa reagoi. Dhe pikërisht aty loja u kthye kundër tij. Një moment reagimi u përdor për ta nxjerrë jashtë, duke harruar gjithë rrugëtimin e tij, gjithë qëndrimin, gjithë respektin që kishte treguar deri atëherë. Shumë kush mendon se Edi duhej të qëndronte në shtëpi. Jo sepse ishte pa gabime, por sepse solli diçka që rrallë shihet, dialog, reflektim, edukat dhe ndjeshmëri. Ai nuk e luajti lojën me thika pas shpine, por me fjalë ball për ball. Dhe kur i than ulu apo u përpoqën t'i hanin zemrën me ironi dhe nënçmim, Edi reagoi siç reagon një njeri i lodhur nga padrejtësia. Largimi i tij la një boshllëk. Një mungesë të dukshme në balancën e shtëpisë. Sepse Big Brother nuk është vetëm për zhurmë, por edhe për karaktere që e mbajnë peshën e lojës. Edi ishte një prej tyre. Ai nuk u largua si humbës, u largua si dikush që u përball me një lojë të padrejtë, ku provokimi fitoi mbi vlerën. Në fund, pyetja mbetet: a duam të shohim brenda shtëpisë njerëz që ndërtojnë apo njerëz që